kemi këtë aktivizim të një grupi të caktuar të personave që masandaj shkojnë dhe biles ftojnë popullin shqiptar përpara parlamentit për këtë tubimin paqësor kur ndodhi, besoj ishte dje. Tani, nëse se mundur kodi veshjes me të zeza sepse është vërtet ditë të zi kombëtare, po janë ditë të zije kombëtare ka ndodhur që kur lavdimër të tjera, që kur pali Shauli erdhi në Iliri për predikonte lajmin e mirë të mbretërisë tonë Romakëve 15-19, që apostulli erdhi të shpërndante atë lajmin e mirë të mbretërisë. Dhe tani unë nuk shikoj që apostujt, Mesia vetë linte një urdhërim të caktuar, apo kemi integritetin apo identitetin e tyre, kemi atë themelet e tyre të apostujve dhe të Mesias që ata shkonin përpara Herodit, shkonin përpara në këtë rast perandorëve romakë të asaj kohe ku ishin, dhe masandaj bënin tubimet e tyre duke mbledhur dishepujt e caktuar dhe shkonin në rrugët e Elbasanëve të tyre, kishin rrugën e tyre në lagje të caktuara apo në sheshin atje për të bërë tubimet e tyre. A janë shkruar, kemi një identitet të këtyre gjerave në Bibël, sepse shikoj dhe nga ty vlla në këtë rast Florë, që kështu si po theshe, kështu vlla do vinë shpërndaje sa më shumë të njëjtën temë, sepse më të vërtetë masandaj populli shqiptar do kuptojë dhe do vinë masandaj në këtë mënyrë, do vinë tek Mesia, tek Krishti, duke bërë tubime të tilla që shkrimi nuk ka asnjë lloj evidence të sjelljes tonë, të themeleve tona të shëndosha, të një familje, integritetit të një familje dhe trashëgimia që neve do të lejmë si popull shqiptar në besim apo jo. Për çfarë na përket neve të bëjmë? Çfarë na përket neve të bëjmë? Janë aspekte të tilla që shikon në apostujt, në Mesian vetë, në profetët e kaluar. Ishin duke bërë tubime të tilla dhe mblidheshin para strukturave të Babilonisë së asaj kohe, para mbretit Nebukadnezar apo gjëra të tilla, para perëndorëve romakë, mblidheshin bënin këto gjëra të tilla. Pikërisht ai mesazhi që kam bërë para 2 ditësh dhe shumë për jush u etiketuat për atë marrjen e frymës së shenjtë dhe procesi i një personi të rilindur dhe frutet që ai tregon.